Abdullah ibn Abbasi, edhe pse i shoqëruar me profetin alayhi salatu wasalam në moshë fëmijërie, ai merr një vlerësim të madh nga zotnia i nderuar Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, si pjesë, si produkt e lutjes profetike, ku tregohet domethënë se profeti alayhi salatu wasalam u lut për të, për Abdullah ibn Abbasin, duke parë dhe interesimin e madh që kishte për fenë e Allahut, duke thënë: Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil, o Zot, bëja të kuptueshme rregullat e fesë dhe mësoja dhe bëja të qartë komentimin e Kur'anit famlar. Dhe deti i diturisë Abdullah ibn Abbasi pra konsiderohet një mrekulli e lutjes profetike. Pra lutjet e profetit alayhi salatu wasalam janë të parefuzuara dhe konkretisht tek Abdullahi radhiyallahu anhu treguan vlerën e tyre. Umeri radhiyallahu anhu, për të promovuar këtë emër që ishte i ri në moshë, aso kohë ishte vetëm një 15 vjeçar ose një 16 vjeçar, e thriste Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu në ato që quhej ndryshe Mejlisu Shura ose kuvendi tubimi i konsultimit, pra një tubim konsultativ. Dhe sahabët, të cilët një pjesë e madhe prej tyre normalisht që ishin baballar për Abdullah ibn Abbasin, të tjerë ndoshta edhe më shumë se sa aq, pra ishin moshë më madhe se sa Abbasi, vetë babai i Abdullah ibn Abbasit, xhaxhai i pejgamberit alayhi salatu wasalam, shprehin një lloj pakënaqësie nga prezenca e një fëmije të ndryshe ose një të riu, se nuk mund të quhej fëmijë konkretisht. Për jetën e asaj kohe, domethënë 15 ose 16 vjeçar nuk ishte më një fëmijë. Termi adoleshent në Islam nuk është, domethënë je i ri dhe je burr pastaj. Pra je fëmijë, je i ri dhe je burr, pas burrërisë vjen meso burrëria ose pastaj vjen mosha e pleqërisë, ku lutim Zotin t'ia lehtësoj kujtdo që e ka rritur atë moshë. Dhe Abdullah ibn Abbasi ishte i ri për gjithë këta dhe duke shprehur këtë lloj pakënaqësie, Omeri radhiyallahu anhu kërkon t'ua vërtetoj rëndësinë e këtij njeriu dhe këtij të riu në mesin e tyre. Dhe i thot: o vëllezër nderuar, në Kur'anin famlar i madhnueshmi Allah na drejtohet dhe na thot: ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idha jaa nasrullahi wal fath. E kur të vjeri ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës. Çfarë nën kupton thot Zot, çfarë kërkon Zoti domethënë të na tregoj me këtë ajet? Dhe çlirimi, nuk është i cilësuar domethënë dhe çlirimi i Mekës. Çfarë kërkon Zoti thot të na tregoj nëpërmjet këtij ajeti? Të pranishmit thon Allahu me madhnit vet përgëzon me çlirimin e Mekës. Domethënë që ky është një fakt në vete. Ndërsa kemi një urtësi tjetër, të cilën kërkon ta nxjerrë në pa Omeri radhiyallahu anhu nëpërmjet konsultës së këtij djaloshi, dhe i thot: o Abdullah, çfarë kërkon të na tregoj Allahu subhanahu wa taala ne me këtë sure ose me këtë ajet, me këtë shpallje? Abdullahu radhiyallahu anhu i thot: Allahu, krahas faktit që po përgëzon pra çlirimin e Mekës, i tregon profetit alayhi salatu wasalam dhe botës mbar se ka ardhur koha, po të afron e xheli, po të afron vdekja, o i dërguari im. Umeri radhiyallahu anhu thot: dhe unë dëshmoj se është kështu siç thot ky djalosh. Arsyeja pse e dëshmon se është kështu siç thot ky djalosh është e thjeshtë se pasi mbaron profeti, domethënë profeti mbaron misionin e tij profetik, sikurse ka ardhur edhe në hadithin ngjarjen me Ebu Bekrin në xhami, ku profeti alayhi salatu wasalam i ngritur në këmbë këshillon besimtarët dhe ndër të tjera thot: inna abdan, një rob, khayyarahu Allah, e ka lënë Zoti të zgjedh midis qëndrimit në këtë botë dhe të shkuarës për tek Allahu, ti përgjigjet thirrjes së Allahut, dhe ka zgjedh robi thot për të shkuar tek Allahu me ju përgjigj thirrjes së Allahut. Dhe ka filluar duke qarë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili e kuptoi se kush është njeriu në fjalë, ndërkohë që sahabët habiteshin dhe thonin: çfarë ke o Ebu Bekr, ndërkohë që profeti alayhis salam por tregon një ngjarje, një ndodhi për dikë. Pra, dhe Abdullah ibn Abbas i kish kuptuar atë që duhej kuptuar nga ky ajet kuranor, se ka arritur koha që i dërguari i Zotit largohet. Umeri radhiyallahu anhu thot: dhe unë dëshmoj se është kështu siç thot ky djalosh.